Këtë të diel të krishterët orthodoks kujtojnë etërit e sinodit të parë ekumenik që u mblodhën në Nikea të Azisë së Vogël në vitin 325 nga perandori Konstantini i Madh, i cili ishte me origjinë ilire. Në të morën pjesë 318 episkop dhe etër të shenjtë të kishës. Sinodi u mblodh për të mbrojtur besimin e drejtë e të vërtetë nga mësimet e gabuara heretike të Ariosit, një prith nga Aleksandria e Egjiptit. Ariosi kishte nxjerrë disa mësime që ishin në kundërshtim me mësimet e Ungjillit të Shenjtë dhe të traditës së shenjtë të kishës. Ai kishte shkaktuar përçarje në unitetin e kishës në lidhje me personin e dytë të Trinisë së Shenjtë, Zotin Jezu Krisht. Etërit e shenjtë që morën pjesë në këtë sinod, të trajtuar e të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, duke patur të njëjtën frymë, të njëjtin mendim e të njëjtin besim, hartuan simbolin e besimit dhe shpjeguan dogmën e Trinisë së Shenjtë, që është një, e njëqëndshme dhe e pandarë. Krishti është biri i Perëndisë dhe shpëtimtari i botës. Në personin e tij gjendet njëkohësisht në mënyrë të pandarë e të papërzier edhe natyra njerëzore dhe natyra hyjnore. Perikopeja e Ungjillit që lexohet në kishë porosit besimtarët që këtë të vërtetë të madhe të kishës t'ua transmetojmë edhe të tjerëve. Zoti na fton të gjithëve që pishtarin e ndezur të besimit, që buron nga Zoti i ngjallur dhe që u trashëgua brez pas brezi për 2000 vjet nga apostujt dhe etërit e shenjtë të kishës, t'ua transmetojnë brezave të ardhshëm.